Happy Monday. Dita numër 4 e pushimit dhe unë vendosa. Më mirë. Dhe unë vendosa të hap një vlog, kështu që mirëserit një vlog të ri. Jam ngritur që në 6 të mëngjesit, sepse mbrëm nuk më zinte të gjumi, se kisha 3 ditë e shprodhur. Kështu që thash, sot të ngremi që në 6, që sonte të flë tamam si njeri dhe mos të stresoj veten gjatë natës. Por, bëjmë mëngjesin se na mor luria. Kemi kos këtu. Të shtojmë kiwi, të shtojmë banane dhe fara për lëkurën, që mos të plakemi kurrë. Mëngjesin ton, o Perëndim dhe mos i vini veshit të lavamanit i me pjata. Ju imagjinoni brëmë përpara se të flija pastrova, po pastaj në mëngjes u duk shumë. Me këtë mëngjesin. Shikoni sa e bukur që është. Plot me fara që të na bëj mirë për lëkurën, sepse lëkura kohët e fundit nuk do të bashkëpunoj me mua. Nuk e di çfarë ka, nuk e kuptoj pse. Dhe ky është mëngjesi numër 1, se si kur të ngrihet gjithë familja që të ulemi në tavolinë, do hallim në gjë tjetër dhe ndërkohë po huci i ves, prandaj po dëgjoni zhurmë. Atëherë kemi një plan për tani, vendosim që të dalim, jemi të gjithë në shtëpi, siç u thash, dita numër 4 e pushimit. Kemi 4 ditë pushim, pushim të pashkve sigurisht dihet. Edhe këto ditë, unë të kam shfrytëzuar tamam ashtu siç duhet. Të premte në mëngjes nuk u ngritat shumë mirë, edhe thash për marrë me qetësi, dhe kam pastruar, por me qetësi. Kam larë rroba, kam sistemuar dollapet e fëmijëve, sepse Skyler kishte shumë rroba që dukeshin seleksionuar. Edhe jam stërvitur, kam gatuar. Kemi bërë shumë gjëra me intencion, domethënë. Edhe me qëllim, mos t'ja fusim në një lloj gjuhë të ndryshme. Dhe yes, me të vërtet jemi kënaqur këto ditë. Tani menduam pak të dalim. Ndalesa e parë është një projekt i Ervinit, duhet të lëm disa gjëra, më pas nuk e dim se çfarë do bëjmë, por nuk shtyhet i ditën brenda. Plani për sot ishte që të bëja edhe një focaccia. Dalin gjithë ato riceta në TikTok, duket shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë. Dhe thash, çfarë ka të vështirë? Pse mos të më dalë mirë? Edhe duhet ta provoj. E vërteta është që unë si për brumra dhe ëmbëlsira nuk bëj fare, mos më jep mua, nuk e di çfarë bëj gabim, asnjëherë nuk më dalin ashtu siç duhet, por kjo dukej me të vërtet shumë e thjeshtë. Dhe thash, let's try it. Kështu që më duhet të provoj një focaccia sepse më është bërë fiksim. I found another crush. The lush life giving me a rush. Para ca ditësh blem rrobat për pranverën. Sot dolëm për të bler këpucët e pranverës për fëmijët e për mua. Sepse fëmijët e mi bëjnë akoma më shumë shopping se mua njerëz. Sa për djeni. Bravo. Në sa më hera. Si ka që bëm blerjen më të rëndësishme të muajit. Ja ku jemi pas shumë orësh. Dollëm, erdhëm, mbaruam, hëngrëm, lava enët. Dhe është momenti për të bërë focacciën. Ervini tha mos të mundoj fare. Sepse dhe ai e di shumë mirë që ndoshta do hidhet poshtë dhe nuk do bëj tamam, por gjithsesi unë do mundoj. Dhe uroj shumë që fiksimi im sot të dalë ashtu siç unë e kam menduar. Kemi 500 gram miell këtu, 400 ml ujë ose shpresoj, më saktë, shpresoj të jetë 400 ml këtu. Dhe pranë ku do hedhim 2 lugë maja të thatë,
çaj, 2 lugë çaj. Dale, të më shikoni, se kështu nuk më shikoni. Tani më shikoni. 2 lugë loja. Dhe 1 lugë sheqer, që të aktivohet majaja. Trazojmë. Dhe ta vishtë thjeshtë. Shpresojmë kështu të vazhdoj. Nëse sekreti është të ketë hidratim focaccia, dhe kur e trazojmë me duar të jenë të njohura me ujë, ose të pak në ashtu është receta. Receta thoshte që të trazoj me lugë druri. E mora një këtu që kam. Dhe të hedhim ujin. Dhe nuk është nevojshme fare në fillim të trazosh me duar, po thjesht me lugën e drurit. Shikoni? Dhe për pak do I hedhim krip dhe vaj. Dy me krip. Dhe vaj. Sa vaj? Nuk pas kam shkruar sa vaj. Se di, sa vaj, me sy njerëz. Gjithsesi focaccia e adhuron vajin. Trazojmë. Yes. Kjo që duhet të dalë mirë, thjesht që Ervini mos të ketë drejtë. Thjesht që unë të fitoj në këtë muhabet. Dhe kështu duket brumi. Zoti qoftë me mua, nuk e di as vetë. A është e mirë që duket brumi kështu? Nice. Brumi u bë, tani do ta mbulojmë, do ta lëmë të pushoj për 30 minuta. Më pas do ta masazhojmë, jo masazhojmë, por thjesht do ta kthejmë pakës me duart e njoma. E do ta lëmë të pushoj përsëri për 30 minuta. E më pas do ta mbulojmë përsëri. Dhe do ta kthejmë. Do ta hedhim në një tepsi. Do ta lëmë të pushoj përsëri për 30 minuta. Por tani e mbulojmë dhe e lëmë që brumi të ri. Lutem, hajde. Më shumë se gjysmore ka kaluar. Imagjinoni, unë u stërvita, u lava, u ndërova, dhe ja ku jam. Por puna është që hapa pas gjysmore dhe nuk ishte ardhur tamam, kështu që thash po e lë dhe pakës. Edhe tani më duket se është më mirë. Më mirë. Shikoni sa shumë ka ardhur. Edhe shumë wobbly. Wobbly duhet jetë. Që të lëviz do me thënë. Edhe duhet të krijoj edhe flucka do me thënë. Kështu që duket mirë. Tani do ta trazojmë, jo ta masazhojmë, thjesht ta trazojmë pakës dhe ta kthejmë si brenda, nuk e di. Ja, do shikoj edhe një herë video si e bëj, do ta bëj edhe unë fiks njësoj. Okej, vetëm kaq. Dhe tani ta mbuloj përsëri për 30 minuta. Dhe më në fund do hash focaccia në tua. Po, pas ishtë focaccia e 4 që po bëjmë testi. Nuk është e vërtet, është e dyta. Mos e fut pa. E focaccia e tretë që do të hamë po doli. Ba? Po brumejt poshtë, më rove grua. Ky nuk do hidhet poshtë, ky do hahet dhe ti do kërkosh përsëri. Po, e tretë e vërtet, normale. Duhet të trazohet ky. Apo jo?
Oh. Tani do ta hapim këtu edhe duhet ta lëmë tepsi për 30 minuta derisa të vi përsëri më pas do ta pjekim. Kjo është hapja e fundit. Shikon? E masterpiece. A mbyllun këtë se më veti krau si flamur. Ku jemi pas gjysmore. Shikoni sa shumë ka ardhur. Me thënë është bërë dy fish. Unë i vendosa ullin dhe domate sepse fëmijët e im nuk e pëlqejnë rozmarinën edhe dua që ata të hanë pakës. Dhe bukuria këtu po vendoset në furrë në 230 gradë për 20 minuta. Shumë e lumtur sepse duket shumë mirë. Shpresojmë që Shpresojmë që po të bëjë mirë. Në të ketë krip. Tani bëhuni gati për të provuar sallatën me patate më të mirë ndonjëherë. U duhet, siç shikoni, majs, domate të thata, këto mi ka sjell mami, ka bërë vet ajo, janë shumë të shijshme, pak sallat, kastravec, feta, qeptinjom. Përbërësi më i rëndësishëm është pula, që duhet të jetë e marinuar, kjo është me limon dhe hudhër. I hedhim të gjithë përbërësit në një tas, siç e shikoni këtu kam shtuar akoma dhe pulën e pjekur. Për shije maksimale, patatet i poqa në furrë në 200 gradë vetëm me pak paprika. Dhe për sals i shtoj 2 luk kos grek me yndyrë të plot dhe trazojmë. Njerëz pas ekstrem shumë ditësh nga hera fundit që unë kam filmuar, unë sa po lash punën, është ditë e enjte, ora është 4:30 dhe kam 2 orë që kam marrë një mesazh shumë emocionues. Më në fund merrti një pako që kam 2 javë që po e pres. Dhe po e marrim bashk. Ecim. Tada! Më në fund merrti pakoja shumë pritur. Në fakt me zi pres të hap, nuk thon kohë që kupton kur itesh pasi bën këto lloj blerjesh, por është na beliani siç e shikoni, që të krijoni një ide se çfarë mund të jetë. Edhe pse ndoshta keni parë që të shprehni ose tek titulli i kësaj videos. Dhe shikoni rezultatin. Sa e bukur që është.
është në Beliani, si që thash, dhe dorezat dhe druri që ka është pothuajse njëjta ngjyrë me tavolinën tonë të mezit, këtu në sallon. Në kamerë duket shumë e errët, po kjo është jeshile, ulliri. Nuk e di si duket këtu, duket pak sa më e errët se që është realisht. Se live duket pak më jeshile. Por që e pëlqej shumë fare. Fiksim, adhurim, dashuri. Ajo që do bëj është të marrë një mbulesë jeshile dhe një jastëk më shumë jeshil, se ka vetëm një jastëk jeshil. Do marrë dhe një tjetër që do kombinohet bukur e divani dhe një mbulesë të bukur jeshile të errët në ngjyrën e koftukur që kemi zgjedhur këtu dhe të kombinohet salloni bukur. Dhe do ndërrojmë dhe lule, sepse lulja po jep shpirt njerëz. Po jep shpirt kjo lule, do ta vendos në vend tjetër dhe këtu do bëj diçka më me jetë. Yes, më me jetë. E dini është herë parë që ulem. Nice. Pasha. E si ta dini ju, kam pretur që të më vi blerja këtu për të bëj mbylljen e këtij vlogu, sepse doja që ta vendosja si blerje te ky vlog. Për këtë arsye tani që ua tregova blerjen time të fundit, më të bukurën e këtyre kohëve të fundit, e pëlqej shumë. Dhe mbyllim këtë video dhe të falenderoj shumë që më ndoqët. Më thoni në komentet çfarë mendoni për koltokun tim të ri. Për mobiljen e re të familjes tonë. Ne do shihemi së bashku te video e radhës, sepse do të vete të bëni dush, të hasëm kamaruria. Tutje përshëndetje. Pafshim, do shihemi.